Isha gjatë qëndrimit tuaj në Brazil, ju u emëruat edhe zëvendës presidentit CDI-s. Pyetja ime është si do të impaktoj ky emërim edhe në aksionin tuaj politik në Shqipëri kundër qeverisë së Edi Ramës. Faleminderit. Ishte nder i madh për mua që u propozova dhe u zgjodha zëvendës president i organizatës më të vjetër dhe më të madhe në botë të partive të qendrës djathtë. Ishte një vlerësim i jashtëzakonshëm për qendresën e Partisë Demokratike në mbrojtje të vlerave të lirisë demokracisë shtetit ligjor, që ndan me partitë e tjera, por ishte një vlerësim dhe nderim dhe për përpjekjet e mia personale, për të qëndruar për ato të vërteta që unë besoj dhe që janë të përbashkëta për dinjitetin njerëzor, për lirinë dhe demokracinë. Unë do bëj gjithçka që këtë nder të madh që më bën, së bashku me opozitarët në Shqipëri, ta shndroj në një fitore të forcave opozitare, të vlerave që këto forca mbrojnë dhe zhvillojnë. Faleminderit.